Parku Kombëtar i Llogaras, një nga destinacionet më të njohura turistike të Shqipërisë, vazhdon të tërheqë mijëra vizitor nga e gjithë bota. Ky park është një nga pikat kyçe të turizmit shqiptar, ku mali dhe deti bashkohen në një peizazh magjepsës, duke ofruar një atmosferë të pazëvendësueshme. Llogaraja, me klimën e saj të freskët dhe pamjen e mrekullueshme, është një vend ku mund të kaloni momente relaksuese dhe të bukura me miqt dhe familjen. Një nga vendet që e bën këtë zonë edhe më të veçantë është Vila Dervishaliu, e cila ofron një përvojë unike për të gjithë ata që e vizitojnë këtë rajon. E hapur në vitin 2014, vila është një ndër objektet më të vjetra dhe me vlera historike të zonës, ku tradita dhe moderniteti janë të përziera në një harmoni të përsosur. Vila ofron shërbime të klasit të lartë, duke përfshirë restorant, bar dhe akomodim hotelier, duke krijuar një përvojë të paharrueshme për çdo vizitor. Në një intervistë për CNA Televizion, pronari i kësaj vile, Bexhet Dervishaliu, ndau disa prej veçorive dhe vlerave që e bëjnë këtë vilë një destinacion të veçantë. Kam qenë emigrant në 20 vjet, që nga 95 deri më 13. Dhe mendova të kthehesha në Shqipëri, të kthehesha në vendin tonë, ti themi, dhe bëra këtë ndërtimin. Do të thënë, megjithatë që nga viti 14 kur që kam hapur si biznes, duke hapur si restorant dhe pastaj hapa disa dhoma për hoteleri. Emri i bisedës faktikisht më ka shtyr gjithmonë ajo faktikisht sepse kam gjetur ato pronat e vjetra të stërgjyshit, të gjyshit, do të thënë që këtu faktikisht kanë qenë pronat të Dervishaliut në kufi këtu me Dërmiu. Edhe unë i kam vendosur këtë mbiemër Dervishaliu. Zona quhet Qapi Llogaras. Atëre quhet Qapi Llogaras dhe është ndërtuar, do të thënë, gjithmonë për turizmin, do të thënë, për të bërë diçka. Vërtet ka qenë vend elektorale kur i thon asaj, por do të thënë ne e kthyem në një pak tjetër, në një stet tjetër, kur i thon asaj për turizmin. Ai theksoi se ushqimi tradicional është një nga pikat kyçe të biznesit të tyre, duke u angazhuar për të ofruar një përvojë kulinarie autentike që reflekton traditat dhe shijet e zonës. Ushqimet këtu janë, domethënë, gjithmonë gjëra natyrale, të themi, që nga mishit, nga qëngji, nga kecit e zonës, më pastaj janë këto arapashi që ka ngel si tradicion i vendit, jo djalti, djatër dhe njoma, pispilia, ti themi, në gjuhën pipeq, do të thënë me të vjetra. Turistët janë më shumë për t'i provuar gjërat natyrale, ti themi, do të thënë, jo këto djatin, për shembull djatët e njoma, edhe arapashin, po si edhe mishra, do të thënë, janë që i kanë provuar. Kjo përpjekje për të integruar elementet natyrore si mali dhe deti e bën këtë vilë një oazë për ata që kërkojnë një largim të qetë nga rutina e përditshme. Janë antike, po janë me një sistem, domethënë, të mirë, kur i thon asaj, me një sistem ngroje, me të gjitha kushtet. Vila Dervishaliu ndodhet në zonën e Llogaras, një nga atraksionet kryesore të Shqipërisë. Zona ofron një klim të pasur dhe një pamje të mrekullueshme ku malet dhe deti bashkohen për të krijuar një peizazh që është i vështirë për të përshkruar me fjalë. Ky është një vend ideal për ata që duan të kalojnë pushimet në natyrë duke shijuar një relaks të plotë. Nëse dëshironi që pushimet tuaja të jenë sa më relaksuese dhe të bukura, pra natyrës së paprekur të malit dhe detit, Vila Dervishaliu është vendi perfekt që do t'ju ofrojë një përvojë të paharrueshme, përfundon Dervishaliu. Për ata që kërkojnë një destinacion turistik që ofron harmoni të plotë me natyrën, traditën dhe komoditetin e një shërbimi të klasit të parë, Vila Dervishaliu në Llogara është padyshim një zgjedhje ideale.